Kjo është, e keni ndërtuar tani? Edhe është ujvara. Ujvara të lartë shumë më një bukra të lartë. Ka kanione kështu. Edhe flamorin shqiptar. Kush vjen më shumë? Nga Tirana, po turist kishit? Keni? Vin turist? Vin shumë turist. Hajde Jessica, na drejto. Jessica është e ardhmja, po ju bazat i keni nga babaj? Është babaja i që e ka ndërtuar? Babaja filloi si punë. Babaja filloi. Ju ala ju dhe ju tani? Ne po e vazhdojmë. Po e vazhdojnë për fëmijët. Punojnë fëmijët në? Punojnë gjithë. Punojnë. Angazhojnë të gjithë? Të gjithë si familje. Si e keni synimin? Çfarë doni të bëni më shumë tani? Ne do të mbajmë këtë punë që kemi si që kemi, kaq. Si që keni? Ky është qëllimi? Gjithë qëllimi ky është. Se nuk është e thjeshtë, apo jo? Ju merr goxha kohë. Që nga mëngjesi deri në darkë, por ja vlen besoj. Po, ja vlen. Ja vlen, kur e shkojnë njerëzit janë të kënaqur, ndjen vetë kënaqësi. Wow. Shumë e bukur, shumë. Vin njerëz këtu? Vin gjithë këtu kalojnë. Këtu. Ikin projekt lart. Jessica, kujdes, ku shkon? Jessica. Po në shkollë çfarë klase je? Klase 2. Mëson? Çfarë nota shke? 9, 10 dhe 8. Bravo, 8 do t'i përmirësosh, do t'i qështë e 9, 9 e 10. Pastaj kur të rritesh, çfarë mendon të bësh? Ose piktore, ose këngëtare. Po lokale, restorantin, biznesin? Të mbaj, derisa të rritem. Kur të rritem, t'ua marr dorën atëherë. Ti punon më shumë aty nga fëmijët? Nga kushërin, nga vllai? Ashtu, me kushërin jemi të dy gatuani. Gatuani? Kam shmendjen për të gatuar. Jo. Po mirë, ti mund bësh emisionet për shumë, ti mund ta promovosh? Nuk e di. Nuk e di. Ta them unë që mund ta bësh. Shumë faleminderit. Unë edhe mund të mbes këtu sot. Këto janë ambientet jashtë. Tani do shkojmë ambientet brenda restorantet. Dasma nuk bëni? Jo, fejesa, datëlindje, gjëra, familjar më shumë punojmë, me familje. Shiko, më mirë në një biznes është të dish se sa mund të bësh, dhe me sa duket ju e dini se sa... Kemi zgjedhur këtë lloj mënyrë pune. Shumë mirë. Tani dhe restorante. Restorante çdo gjë me motive tradicionale. Tradicionale, se ka zgjedhur arkitekti. E keni bërë me arkitekt? Po, me arkitekt. Shumë mirë, shumë bukur. Hapësira, gjelbrim, dritare, ajër, freski. Njerëzit duan ambiente të mjanë sot, nuk duan salla. Duan dhoma. Edhe Rikard Larja këtu, shumë e bukur. Me ka dhuruar Marieta. Marieta. Vjen kur bëhet festë e fshatit në muajin gusht. Kur është festa e fshatit? Në 23 gusht. Në 23 gusht? Po. Ka festë fshatit? Festë fshatit. Pse është 23? Takim brezash. Gjithë ata që janë të larguar në fshati, bëhet një diçka shumë e bukur. Edhe takoheni në qendër të fshatit? Po. Festoni, këndoni, kërceni? Dhe Marieta vjen, e ftuar. E ftuar. Ju a pas ka lënë një dhuratë të çmuar këtu. Mëj Jessica, ç'do më bësh tani? Do të vendos kapelën. Vendos edhe këtë. Prit, të dimoj pak. Ma rregullo pak. Si dukem si çobanesh? Marr dhe këtë shkopin. Marrë shumë mirë. Kemi dhe Robertin që na pret këtu me çlirimin. Mirë Lori. Mirdita. Hello. Si jeni mirë? Jo dashmi. Ku është deli? Delja. Po, ku është deli? Në mal. Po, ik. Ikim. Ne shkojmë. Sa peshon kjo? Një 10 kg. 10 kg i ka? Po. Po. Shumë të rejqe, se të pëlqen? Pëlqen shumë. Po.
Un pive, Roberti do un flet- pive, un pive vera. Dhe do flet gjumë tash me shark. Un ham Mish. mish. Mishin ha me dorë, jo me thik. Mishin ha me dorë, jo me thik. Me dorën. Po, Me dorë, po, po. po. Edhe Shumë tani, mirë me dorën. tani e mbyllim këtu. Pas kemi vargjet e Alea Slanit. Po. Po. Që ka shkuar duke sile për fshatin. Për fshat, këtë për vend këtu, shpellën, në fakt. shpellën. Për shpellën. Shpele Ta- blatë si lat në mali. Edhe kjo e qëndisura këtu më tha që ka një histori të Ajo bukur. është ajo është dhurat që ka pru gjyshja kur është martuar. Vërtet. Para 100 e ca vjetësh. Si xhade quaj ajo. Si xhade, Shumë bukur. Pa. që është e bërë me dorë nga Se bërë me gjyshja. dorë para 100 e ca vjetësh. Nuk ka të ardhme pas të shkuarën, pa punën e së shkuarës, me poetin, me punën e gjyshes, edhe me Robertin, tradita. Dhomë tradita. Po. Dhomë traditi është shumë bukur. Në dimri me zjarin. Me oxhaku. Po, me raki. Me raket. Mirë. Shumë mirë. Mirë. Ta mbyllim tani, pim dhe një gotë tjetër. Gjumë këtu. Po. Afër zjarit. Afër zjarrit. Po. Faleminderit shumë Çlirim. Ju faleminderit dhe ju. Faleminderit shumë, punë të Rafti, mbarë, keni mirë. gjithmonë të mira dhe mbarësi të pëlqeu Robert. Faleminderit. Po. Shumë bukur. Roberti, Faleminderit je shumë. mirë shumë. Miru pafshim. Rrofsh. Rrofsh. Faleminderit.